Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për protestat lidhur me çështjen e Zvernecit. Në një intervistë për Financial Times, kreu i qeverisë ka mohuar të jetë i ashtu quajturi kumbari i Shqipërisë. Pas disa javësh protesta kundër korrupsionit, të nxitura nga zhvillimi i një resorti luksoz i lidhur me dhëndrin e Donald Trump. Njerëzit thonë se unë jam udhëheqësi i gjithë kësaj. Unë u them, shkoni në djallë. Aq thjesht. Nuk më takon mua të vërtetoj se nuk jam kumbari. I takon atyre të vërtetojnë se jam kumbari. Ndërkohë, teksa postoi në Facebook foton e një qytetari i cili po qëndroni vetëm në trotuarin pranë ambienteve të kryeministrisë. Kreu i qeverisë ironizoi tubimet, duke u shprehur se protestuesit shpesh përdoren nga aktor politik dhe rrjetet sociale për interesa të tjera. Ikën sigurisht, edhe ata që algoritmi dhe partitë e partiçkat e gurëve të hedhur e të duarve të fshehura i mblodhën për të burgosur Ramën, duke e kthyer bulevardin e kryeqytetit e Europës së Ballkanit në një shesh mesjetar, ku turmat e inkuizionit u lërinin në korë për djegjen e gjallë të shtrigave. Ikën sypulitur ato opozitare që vinin rrotull duke folur me pasqyrën e tualetit digjital para fytyrës së tyre hipokrite. Ikën lëtyrat parlamentare që nxirrnin kokën pas shqiponjës mbi kurrizin tënd. Në postimin e tij të gjatë, Rama u bën thirrje protestuesve që të mos përdoren kundër interesave të vendit, por të jenë të gatshëm për dialog me qeverinë. Eja tek unë, jo të më duart rokasësh, jo të heqësh dorë nga kritikat e tua, as të më votosh nëse nuk do të mbushet mendja. Se jo thjesht nuk jam unë e keqe e madhe që ata kanë mbushur mendjen se jam. Eja pra tek unë, qofte edhe vetëm për të mos lënë askënd të përdor hallin tënd kundër Shqipërisë dhe as të përdor hallet e Shqipërisë kundër teje. Por pas reagimit të kryeministrit nuk mungoi as përgjigjja e protestuesit në foto, i cili u shpreh se Rama nuk mund të flasë në emër të qytetarëve, të cilët duan të ndërtojnë vetë ardhmen e tyre, pa u bërë vegël e askujt.